rreth kësaj tragjedie? Janë bërë 22 orë që nga vdekja tragjike e Nexhmia Haradinaj, e cila u vra nga ish-pronari i saj Arsim Morina, e ne jemi pikërisht në nënkalimin ku ka ndodhur edhe kjo vrasje tragjike, ku shenjat e gjakut shihen ende dhe janë mjaft vizuale, pra ne mund t'i shohim këto që kanë mbetur, pavarësisht që zjarrfikset janë munduar që t'i pastrojnë gjatë ditës së djeshme, kur edhe ka ndodhur vrasja në orët e pasdites, ndërsa nuk kanë mundur që t'i largojnë këto shenja. Ne ishim tek dy familje të cilat po ashtu kishin hapur të pame. Fillimisht ishim tek e pamja që kishin hapur për dorasin Arsim Morina dhe familjarët na thanë që kanë gjendje mjaft të rënduar dhe nuk mund të flasin para kamerave. Dy vëllezërit e tij kishin ardhur nga jashtë dhe kishin hapur të pamen, por që të njëjtit e kishin një gjendje mjaft të keqe dhe nuk është që mund të flisnin diçka. Gjithashtu ne ishim edhe tek pamja e tjetër e Nexhmia Haradinaj, ku po ashtu edhe familjarët saj ishim mbledhur në këtë pame dhe njëri nga familjarët na tha që pra arsyet e vrasjes së saj vazhdon të jenë të njëjta dhe se nuk është që kanë pasur më parë problem me ish-pronarin e saj. Siç dim, përveç kësaj e kemi raportuar që vrasja pra ka ndodhur pikërisht në këtë nënkalim, derisa gruaja e cila po punonte në një furrë tjetër përballë furrës ku kishte punuar më parë, kishte ardhur me furgon, domethënë deri te kjo pjesa në nënkalimit për të vazhduar në shtëpinë e saj, e pastaj ishte zënë në prit nga ish-pronari, me që rast mandej ai kur kishte zënë në prit dyshohet që kishte vrarë atë edhe po ashtu edhe pra gruan Nexhmia Haradinaj. Siç dihet, Nexhmia Haradinaj tashmë është viktima, po gruaja e 59 e vrarë që nga viti 2010. Kaq kemi sa i përket kësaj lidhje direkte, gjithashtu ne do t'ju mbajmë të informuar edhe përmes portalit Klan Kosova, e do të sjellëm edhe më shumë informata edhe në